Përshëndetje të dashur miq, ta mirë se ardhët. Jemi në prag të festës së Bajramit dhe tani zakonisht kërkohen receta të ndryshme të ëmbëlsirave. Recetën që po ju paraqes sot është ideale për mysafirët e Bajramit dhe një recetë tejet unike në shije. Vazhdojmë tani në kuzhinë për ta përgatitur. Dhe sot po paraqes për juve një recetë teje të lehtë, të shpejtë, por e cila do t'i mahnis të gjithë mysafirët që do t'ju vinë për t'ju uruar festën e Bajramit. Pa humbur kohë, vazhdojmë me përgatitjen e recetës. Pasi këto muaj me radhë është bërë virale receta e ëmbëlsirës së Dubait, do të mundohem që të sjell një recetë e cila është e ngjashme me ëmbëlsirën e Dubait, por do ta përshtatim në ëmbëlsira të vogla për të shërbyer ata për mysafir. Si bazë në këtë recetë është kadaifi. Unë do të përdor 250 gram kadaif të imët nga ky lloj, por mund të përdorni çfarë do lloj kadaifi që mund të gjeni. Fillimisht kadaifin duhet që ta fërgojmë. Në një tigan shtoni 75 gram gjalp dhe prisni në zjarr mesatar derisa gjalpi të shkrihet. Njëjtën recetë ju mund ta përgatitni edhe me margarinë. Tani te gjalpi i shkrir e shtojmë kadaifin. Dhe në zjarr mesatar e fërgojmë kadaifin derisa të na merr një ngjyrë të kuqremt, por ju lutem majeni zjarrin në mesatare sepse kadaifi digjet shumë shpejt. Qëndroni afër kadaifit dhe përzijeni kështu pa ndërprer derisa ta merr ngjyrën e bukur, sepse kadaifi digjet shumë shpejt. Dhe kadaifi është gati. Kjo është ngjyra që po e kërkojmë, një ngjyrë të kuqremt. Mos e skuqni shumë sepse do t'ju bëhet pastaj shumë i fortë kadaifi. Tani tek kadaifi brenda, unë do të shtoj 50 gram fëstëk të bluar. Nëse nuk mund të gjeni fëstëk të bluar, mund ta zëvendësoni me ara ose me lajthi të bluara. Dhe ajo që do t'ja jep shijen unike dhe do t'i lidh dhe do t'a bëj që të mlidhet brumi në formë të bombicave është kremi i fëstëkut. Nëse nuk mund të gjeni krem fëstëku, mund ta zëvendësoni me ndonjë krem tjetër, si Lotus krem ose Nutella të bardhë që t'ju bëhen me ngjyrë, por nëse mund të gjeni me kremin e pistaqiot, me të vërtetë dalin shumë të mira. Në total do të shtojmë 2 lugë gjelle, sepse nuk duhet që të na bëhet shumë e lëngshme masa. Vazhdojmë tani përzijmë që të mblidhet kadaifi me kremin e fëstëkut. Tani masën e përgatitur e kam shtruar në një enë tjetër dhe do të lejojmë që të ftofet dikom për 10 minuta, që të rëngohet pak dhe të vazhdojmë t'ju japim formën. Masën e përgatitur lejoni që të ftofet në frigorifer, por vendosini në grirje për 10 minuta që të shtrëngohet mirë dhe të vazhdojmë t'ju japim formën. Dhe tani, pasi është ngrirë, dikom për 10 minuta në ngrirje të thellë, është e gatshme për të vazhduar dhe për t'ja dhënë formën. Merrni një herë nga pak kështu në duar, shtypni mirë sepse është ende pak e butë, por kjo do të shtrëngohet pastaj kur të lejojmë që të pushojnë në frigorifer dhe vazhdoni t'ju jepni kështu formën rumbullake. Pra është shumë lehtë dhe një e formës, vetëm ju duhet pak durim derisa t'i përgatitni të gjitha. Kështu duken gjitha pasi i kam përgatitur dhe renditur në një letër përpjekje. Nëse juve ju duhet më tepër, lirisht mund të dyfishoni të gjitha masat që unë i përgatita. Vazhdojmë tani që ta përgatisim çokoladën me të cilën do të lyejmë ëmbëlsirat sipër. Në një enë shtoni çokoladë 150 gram. Unë preferoj që të përdor çokoladë të qumshtit dhe zakonisht e zgjedh këtë çokoladën e Milkës. Do ta shkrim çokoladën në zjarr mesatar, por në avull. Në këtë mënyrë pra, në një tenxhere më të vogël, shtoni ujë, e vendosni sipër pjatën me çokoladë dhe tani duke vluar ujë, çokolata do të shkrihet. Dhe tani te çokolata e shkrir, vazhdojmë i shtojmë topzat ose ëmbëlsirat me çokoladën e Dubait dhe me ndihmën e një piruni tjetër e largojmë pjesën e tepërt të çokoladës dhe i vendosim në një tepsi ku poshtë tepsisë kemi shtruar letër përpjekje.
Në këtë mënyrë, pastaj do t'i largojmë më lehtë. Çokolata e shkrirë në avull nuk ju dështon asnjëherë dhe gjithmonë bëhet më e mirë. Vazhdoni tani kështu me të gjitha pjesët e çokoladave. Ndërsa sipër, për dekor, unë do t'i shtoj nga pak fëstëk të bluar. Gjithashtu, ju shtoj edhe nga pak nga këto lulet e thata, duke ju shtypur sipër, thjesht që duken më të bukura. Por ju mund t'i dekoroni sipas dëshirës së juaj dhe t'ju shtoni sipër gjithçka që keni në shtëpi. Të dashur miq, edhe ëmbëlsirat e Bajramit i kemi gati. Shpresoj që do t'i provoni edhe ju, do t'i gatuani dhe do t'i shërbeni për mysafirët e Bajramit. Deri në video recetat e radhës, mbeteni të përshëndetur nga unë.